ka një objeksion shumë qartë dhe ka një vizion shumë qartë që Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian dhe gjithë ky është çelësi suksesit edhe gjithë ky është motori i zhvillimit ton, qoftë të punës administrative, qoftë të punës pushtetit vendor, të asaj të ekzekutivit, por edhe të fuqisë tonë elektorale. Pse duhet ta cilësoj këtu? Duhet ta cilësoj këtu për shkak sepse ne kemi një shtyllë kryesore dhe shtylla kryesore ka një boshtë. Dhe ky boshtë është qytetari. Në momentin që neve kemi një standardizim të këtyre shërbimeve, në lidhje në raport me qytetarin, me të mirat dhe të këqijat e veta, se çdo pushtet ekzekutiv nuk mund të themi që i ka çdo gjë perfekte. Dhe edhe ne që ne punojmë për shembull për administratën publike, nuk arrim dot të bëjmë çdo gjë me perfeksion sepse bën nga njerëzit, nuk bën nga robot ose nga. Por vizioni jonë edhe qëllimi jonë është gjithmonë që ne të jemi më avangard në atë që bëjmë. Pra ne të jemi më afër qytetarëve, të jemi më afër standardizimit të shërbimit, edhe të bëjmë sa më shumë të pakënaqur, të kënaqur. Sepse kënaqësinë kemi marrë në 11 maj, në lidhje me progres raportin të gjithë punëve që ne kemi bërë në raport me këta qytetarë.